Erdi ora miq të dashur, emisioni po fillon. Jam Mimoza e Alessandri, sa magjik në mikrofon. Nuk mungon sot as mim interpreton, te uta e mi bën kritik. Henrin zërin sa bukur regulon, me sokolin poezia këndon. Rini miq të gjithë me ne, kemi plot surpriza sot. Kështu do jetë edhe nesër, kështu për jetë e mor. Le të ngrejmë bashkë shqiparin, ora poetike tani le të fillojmë. Ta shijojmë së bashku magjin, mbrëmja kur të mos mbaroj. Ora poetike, ora poetike, ora poetike, ora poetike, ora e Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në orën poetike me Mozën dhe me Sandrin në valët e radios Window. Një valë radioje e cila është përhapur në të gjithë botën me zërat tanë dhe jo vetëm, por të gjithë të ftuarve të cilët kanë lënë shenjën e tyre të veçantë me atë atributin e veçantë që ato kanë sjellë me vete në këtë emision. Gjithsecili prej jush sot është kureshtar të di se kush është Senada Nikšići dhe Juli Sono, dy personazh të cilët kanë ardhur tek ju të prezantuar përmes insertit paraprak. Por nuk keni dëgjuar dhe nuk keni parë ende asgjë, sepse ata kanë me vete shumë befasi të bukura. Dhe jo vetëm ata, jo vetëm poezia, krijimtaria e tyre, bota shpirtërore, backgroundi i tyre, por mbi të gjitha miqësia që i rrethon. Të dashur miq, të gjithë kemi qenë fillestar në momentet e para kur jemi qasur zhanrit të poezisë apo letërsisë në vetvete dhe kemi pasur hezitimet tona, ngurrimet tona, pasiguritë tona, por që është dashur gjithmonë një indicje nga një familjar, nga një mik, nga një shok, nga një mësues pse jo i letërsisë, i cili na ka nxitur dhe na ka bërë të guximshëm për të dalë përpara lexuesve tan elitar tashmë, pasi kjo radio dhe ky emision qas në vetvete lexues elitar. Dhe ata kanë qenë aty për të na inkurajuar, jo vetëm ne si moderator, por edhe të gjithë të ftuarit tanë, edhe ata që kanë shprehur ndoshta pas sigurinë e tyre për të ardhur në emision, sepse nuk e konsiderojnë veten poet. Poetja jon, Senada, vjen nga një botë, le të themi, e akullt pak. Vjen nga një botë e ftohtë shifrore, nga bota e financës dhe ekonomisë. Ajo ka përfunduar studimet në financë për gjatë viteve, ku ka ndërtuar një eksperiencë të larmishme në fushën e ekonomisë dhe në atë administrative gjithashtu. Ka punuar 5 vjet si analiste në një shoqëri shërbimi pranë OSHE-s, ku është përfshirë në analiza dhe në procese shumë të rëndësishme operative, të krejtësisht larg botës së letërsisë dhe asaj artistike në duke, por brenda i gëlonte dëshira për poezinë që e vogël ka shkruar dhe ka shënjuar vjershat e para, më pas i ka mbledhur ato dhe një familjar shumë i ngushtë i saj i ka dhënë hovin dhe guximin për të shfaqur përpara jush, përpara nesh. Në këtë rrugtim të saj, ajo ka bërë dhe formime të tjera gjithmonë në sektorin e ekonomisë dhe ka punuar në sektore private dhe në zyrat e statistikave në Shkodër. Pra, Jaku Zbulova, që është një vajzë shkodrane, e cila vjen dhe sjell dhe njëherë për të rinë atë djepin e kulturës së Shkodrës, atij qyteti të mrekullueshëm që ka simfoninë brenda, që ka kulturën dhe dashurinë për artin. Senada Nikšići do të jetë pas pak në studio, por unë nuk dua të flas më shumë sepse e kuptoj që ky emision nuk ka kuptim pa prezencën e këtij grindavecit që po qëndron në heshtje këtu. Mirëmbrëma Sandri dhe mirë se erdhe. Falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë lloj komplimentit fantastik, nuk ishte se si më thirrje ndryshe.
Mirëmbrëma shefe, mirëmbrëma shpirti. Mirëmbrëma shpirti i bukur, mirëmbrëma vajza që vetëm qesh, mirëmbrëma mbi të gjitha publikut ton të dashur, atij që nuk na tradhton kurrë. Dhe pastaj do ju urojmë mirëmbrëma edhe asaj vajzës për të cilën deri tani ti fole. Është e vërtet, ajo ka zgjedhur një profesion të tillë që ti e quajtë pak të ftohtë. Por ne që e kemi parë direkt, po t'ja shikosh syt, sa të ngrohtej ka thu pse kjo është me këtë profesion. Ç'lidhje Po ka? njeriu ç'lidhje ka. Sepse teorikisht, në qoftë se do bësh një profesion të ftohtë ose numerik ose siç e quajtë ti, duhet të jesh edhe pak i ngurtë, duhet të jesh edhe me sy të ftohtë, pa shprehi. Kurse ajo është një vajzë e thjeshtë, shkodrane, që ka hyrë rrugës së poezisë ndoshta ashtu kot, ndoshta për të shpreh ndryshe emocionet e veta, ato që nuk ja jep ajo puna e ftohtë. Mund të jetë shumë emocionuar, është hera parë që ne e ftojmë, ajo është një vajzë që shkruan poezi, sepse po ta quajmë poete, duhet akoma rrugë. Por është në ato hapa, ka bërë një libër të vogël, mbi modesten, ku ka gjëra shumë të bukura brenda, dhe ndoshta ky libër i parë mund ta nxit që ta kuptoj vërtet se është e nevojshme për te, ashtu si për çdo poet tjetër, që çdo emocion jashtë asaj punës së ftohtë mund ta detyroj në thojza që të ulet o të shkruaj vargje. Po në bisedat tona, Sandri, shpeshherë kemi parë me të gjithë të ftuarit që kanë nisur në poezi dhe pastaj kanë rrjedhuar edhe në prozë, sikurse edhe në bisedat tona me Senadën kemi zbuluar një tjetër pasion të saj, por vetëm pas pak, sepse unë dua që tani Senadën ta ftoj në një formë tjetër, ta ngrohim pak shpirtërisht, si thua. Je dakord me mua, me zgjedhjet e mia? Unë mendoj që duhet të jetë ngrohtë vetë. Tërkjo, jo, dakord, po. Tërkjo, ta ftojmë dhe ta ndjekim së bashku? Okej, po e ftojmë atëherë Ta Senadën. ftojmë, patjetër. Senada, mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Mirëmbrëma Sander edhe Moza. Jam shumë e lumtur që jam sante këtu në mesin tuaj. Edhe ju falenderoj për prezantimin që mbat. A e shef, atë thash që s'ka të bëjnë fare me profesionin. E di e pash unë e kam parë që në portretin e saj që ajo rrezaton një bukuri skenike, por shpirtërore. Senade dashur, ndoshta në prezantimin që ne bëm, u përpoqëm Edhe qeshin i shkon deri këtu, kupton? Po patjetër. Që do të thënë i buron nga shpirti asaj. E po jam në mesin tuaj, s'ka si mos me kanë tjetër ka që qeshojnë. Faleminderit. Po na provokon, Moza, po na provokon. Jo, nuk besoj. Ajo e ka mirësinë nga brenda dhe e ka marrë tashmë atë Nuk të dëgjojmë. Nuk më dëgjoni? Po tani? Tani po. E pati një shkëputje interneti. Atëherë, unë do doja që të ftoja në një surprizë të vogël dhe pastaj, pasi publiku të ketë admiruar edhe këtë që do të dëgjojmë, edhe kënaqësinë që ti je në mesin ton, për një frymarrje tjetër, le të dëgjojmë këngën që kam përgatitur për ty, është surprizë, e di. Kumbula kishte qel me lule të bardha plot, erdha të baqja jote, erdha të ti sot. Ti më zgjate dorën, më more në përqafim,
Ma përkdhele fytyrën but plot ngrohtësi. Jo. Në sytë e tu pash drit, si dikur në fëmiri, zëri yt më thëriste si një këngë në shpirtin tim. Te prehri yt që gjyshe, gjej paçen që kam hum. Malli më kthen te ti si një ndër pa fund. Te prehri yt që gjyshe, zemra pushon nga dal. Kur hap syt në heshtje, vetëm malli më flet të Ti më zgjate dorën, e mi puthe syt, më more nga dal aty tek prehrit. Më shtrëngove fort, thell në përqafim, si të ndalë kohën brenda shpirtit tim. Kur i hapa syt, ti nuk ishe më aty, veç aroma e kujtimit mbeti pranë meje si ti. Te prehri o që gjyshe, kthem çdo natë në mendim. Një puthje malluar më zgjon në agim. Te prehri yt që gjyshe, zemra pushon nga dal. Kur hap syt në neshtje, vetëm malli më flet të Keni Kjo emocion. ishte surpriza që kishim përgatitur për ty. Ju falenderoj, keni Unë emocion. zgjodha Po, pikën më keni kthy në Kishim një problem fëmijërinë, të vogël. më keni kthy në fëmijërinë E pikërisht teme. prandaj duam që ta nisim me fëmijërinë tënde. Pranvera Moza. është ajo stina që më kujton gjyshe. Moza, ti e keq me internetin sonte. Nuk kam çfarë të bëj, Sandri, kjo është situata. Le të fillojmë sepse mbase kemi situatën më Okej. mirë përpara. Dakor. Nuk zgjidhim gjë tani në këto momente. Ja. Të vazhdojmë. Atëre, Senat, kjo ishte një nga momentet e kthimit tënd në retrospektiv, kthimit U tënd në emocionova. Unë e dija që do të prekja telat e zemrës tënde, sepse gjithmonë figura e gjyshes është ai momenti më kulminant kur kujtojmë fëmijërinë, kthehemi tek figura e saj. Dhe ke qenë me fat që e rritur me gjyshe, se keq të kujtosh. Gjyshet që njohin gjithmonë në kujtesën tonë. Edhe në rritjen formimin tonë. Senat, ka lënë gjurmë gjyshja edhe në krijimtarinë tënde, në indicjet e tua të para për poezinë? Patjetër që po. Ju thash, më kthy në fëmijërinë teme dhe afërsia me gjyshen, malli për gjyshen, është bën një pikë që unë të krijoj gjëra shumë të bukura në lidhje me gjyshen time. Ndjes pas. A ke ndërmend ta trashëgosh këtë trashëgimin që gjyshja të ka lënë, sepse ti ke 2 fëmijë të vegjël, të cilëve ju këndon ninullat e tua, ju thur ato ëndrat e tua të bukura. Çfarë ndodh?
në këtë proces? Unë mundohem që fëmijët e mi edhe pse janë shumë të vegjël, por unë mendoj që edhe pse janë të vegjël ato e kuptojnë se çfarë është libri. Mundohem që t'i afroj që tani me librin, por veçanërisht me prallat, me tregimet ku unë gjinem çdo natë duke kriju nga një prall të re për fëmijët e mi. Reja është djali im i madh, 2 vjeç e gjysmë, edhe atij pëlqen shumë Me jetë. Faleminderit. Ati i pëlqejnë shumë pralla që unë ati i tregoj mramjeve për me e vunë gjumë. Edhe mundohem shpesh që ato gjana që ri gjatë ditë nuk ma vëm veshi, mundem që me ja sjell aq bukur me botën e prallave, me ja servir me pralla që ati t'i ngulite në mendje. Po ti pse s'po thua atëherë që më duket se pas ke ndërmend që letërsisë për fëmijët i vësh një gur tjetër në themelet, apo nuk po them në kalan e letërsisë për fëmijë, po në themelet tashmë, sepse po ndihet pak ai hendeku i krijues. Është një dëshirë e jemja e hershme me kriju diçka të bukur për fëmijët, pa çka që fillimisht e fillova me poezinë. Me poezia ashtu që më ka bë me hedh ndjesitë e mia, qoftë mira, qoftë jo të mira, por që pana shkalu, pana kësu dhe tregimet ose prallat për fëmijë. Është një dëshirë e hershme, por që këtë dëshirë ma kam kultivuar edhe ma tepër rritja e 2 bebave të mi. Okej, Senada, ta fillojmë... I kishe mjaftuar të rritur. Po, Sandri, nuk dëgjohem unë ndërkohë? Po, tani dëgjohesh. Me pak shkputje ndonjëherë, por okej. Senada, ta fillojmë me një detaj të vogël që unë kam kap në një nga poezitë të tuja. Unë po e lexoj poezinë edhe pastaj e diskutojmë pak. Nuk do të diskutojmë poezinë, do të diskutojmë atë çka ti ke trajtuar. Okej? Titullohet Në kohën e pafajësisë. Të jep diamante, rubin, flori, gjithçka që kam, veç më kthe atje. Në atë mbretëri të vogël pafajësie, ku koha nuk kishte dhënë, atje ku kukullat ishin shoqet e mia besnike, ku ushtarët prej lodre ishin pasuria ime, dhe ëndra më dukej e çpranë, sa mjaftonte të mbyllja syt për të bërë princesh. Ku buskuqi i mamit, rruazet e saj në qafën time, ishin stolia më e çmuar që ekziston. Dhe pasqyra, ajo mike e ndershme, më betoi se isha më e bukura në botë. Ku plagët qëroshin me frym, dhe frika zhdukej sa po një dorë e dashur më përgdhente flokët. Më çu atje, ku xizëllonja të mblidheshin në shishe si yjet e zbritur për mua, ku nata kishte aromë bari dhe verë, dhe qielli dukej pafund sa vetë ëndra. Më çova një herë të strukem në mes të nënës dhe babait, në atë fortesë të ngrohtë dashurie, ku bubullimat ishin vetëm zhurmë larg, dhe unë besoja se asgjë e keqe nuk mund të më gjente kurrë. Më qoftë vetëm për një çast të përjetshëm. Të preksërisht në atë kohë që nuk e dija se ishte parajs, derisa u bë kujtim. Sepse ne e kemi jetuar fëmijëri me gjunjë të vrarë, me rërë në duar, me ëndra të paketuara, fëmijët ta ndoshta nuk do kem kurrë atë magji. Dikush ua ka vjedhur pafajësinë, dhe ua ka dhënë botën të gatshme në ekran. Atë sot vetëm e shohim lumturinë, ndërsa ne e kemi prekur. Ke paragjykuar këtu? Ka vënë në pa një fenomen. Dakord. Mund ta quajmë paragjykim? Fillimisht
Jo, ky nuk është një paragjykim i mirëfillt, por që më ktheve prapë në fëmijëri me shumë fraza që kisha shkru aty Jam dakord sepse ti e thret vet. tek poezia ime, është nostalgjia për kohën. Edhe është ajo pjesa që kur rritesh e kupton që sa gabim bëjmë që nxitojmë për të rrit. Nxitojmë për të rrit. Kur jena duke jetu momentin kohën, asnjëherë nuk e kuptojmë se sa momente të bukura kena kënë duke kalu derisa koha bëhet një kujtim për ne. Edhe tash ka mall për kohën e kalume, ka mall po prapë një them që jena brezi që unë paktën jam brezi që kam pas fatin mu rrit midis dy botëve, midis botës kur ndoshta shpeshherë brezit toni kanë mungu shumë gjana, por që edhe në kohët e sotme ne kena kohën që kena mundësinë që mi prek ato gjana që dikur na kanë mungu. Tani e bëj krahasimin midis dy botëve dhe po të më duaj të zgjidhja, do zgjidhja botën që kam kaluar më përpara. Sepse kjo është bota jote, sepse ajo është fëmiria jote. Është fëmiria. Sepse kjo është bota jote. Është bota ime, por mendoj. Po ty si poete, kush të tha që bota e këtyre të tjerëve nuk është më e pëlqyeshme se sa ajo nostalgjike e jotja? Se po të marrë sot një 15 vjeçar ose një 13 vjeçar, do të thoj, po ti me atë rërën në duar më shetmëm, unë që sot kam gjithë teknologjinë, kam këtë tjetër. Pra, nuk e ke futur si një paragjykim në mes të dy botëve për të cilët ti ndjen që ke nostalgjinë tame, po është e jotja. Pikërisht sepse unë i kam jetu të dy botët, botën me pak mangësi që ishim të gjitha dhe botën që tani pothuajse i kemi të gjitha gjërat. Tani e kuptoj që ajo bota është shumë më e mirë, shumë më e bukur, ndërsa kjo bota tani na ka bërë më të akullt, më të ftohtë. Ajo botë rriste edhe kreativitetin e fëmijës, e bënte fëmijën që të ishte më operativ në zgjidhjen e shumë situatave. Ai e bënte vetë topin, kukullën, pra kishte më shumë fantazi. Jam krejt dakord, por kjo vajza ka 2 djem që po fillon dhe po i rrit në një botë tjetër. Po, ajo e tha që unë kam fatin e mirë që kam jetuar të dy botët dhe ja ofron. Ajo është e vetja, po ajo nuk mund t'ja ofroj sot atë botën e saj atyre që po rriten në një botë tjetër. Ajo bota ime nuk do kthehet më fatkeqësisht, mendoj unë fatkeqësisht. Për ty, gjithmonë flasim për veti. Gjithmonë për veti, por që mendoj që këto fëmijë që janë në ditët e sotme, sikur ta kishin mundësinë për pak kohë ta jetonin atë kohën tonë, mendoj që dhe për ta do të ishte shumë më e bukur. Le të mbesim pak te kujtimet atëherë, me që jemi këtu te kujtimet. Dakor, po pse je kaq e sigurt se ato do e pëlqenin botën tonë? Po se ishte një botë ku ishte me shumë dashuri, me shumë afërsi me njerëzit, me natyrën, me gjithçka. Lidha ishte e fortë me shumë gjëra, me natyrën, me njerëzit, me të gjitha. Ndërsa tani bota jote, e gjithë bota është një tablet, një telefon. Fëmijët nuk ja din vlerën të dalurës jashtë, të luajturës qoftë edhe me kushrit, i kishin fatin të kishin një rreth shumë të madh me çuna tezet, axhet, goca tezet, është një rreth shumë të gjerë, ndërsa fëmijët e sotëm nuk njihen vetëm nëpërmjet fotografive. Bota e telefonit, iPadit i ka bërë shumë të akullt, i ka shkputur. Edhe për këtë Bravo. Është një mesazh shumë i bukur që sapo ke përcjell Senada dhe kjo tregon edhe një herë përforcon bindjen time që ti duhet të shkruash për fëmijë, sepse sapo përcolla një mesazh sensibilizues në fakt, jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit, edhe për shoqërinë në tërësi. Të provokova në këtë aspekt sepse e dija që do dilje këtu. Po mos zakot nuk të çujti mi stret.
Biles ka qenë një stres i rezervuar sot, unë do të mbesim te kujtimet. Me mu nuk do besoj që do t'jetë pak më Dorëlëshuar. Patjetër, më dorëlëshuar do t'jetë. Ndjekim kujtimet e Senadës. Kujtime. Senada Nikçiçi. Në muret më të larta të shpirtit qëndroni varë. Në korniza argjendi, të skalituna në mdafshe arë, pluhni si unëze, shpesh u afshi, ashtu, me rallë, ju marë një nga një, ju heq prej muri, ndor ju kap, futem thellë nju, e në mur ju vë prap, ashtu, skalituna në ndafshe arë, kujtimet jetës, aty që ndroni varë. Galeri e shpirtit, as koha s'ju zbe, kujtimet më ndafshta, pa ju, jam asgjë. Kujtimet që shpesh herë i mbyll sytë edhe du mi nxjerr nga memoria mi ba dhe një herë të prekshme, po ja që kujtimet kur i jetojmë në ato qaste, me situatat që jetojmë në ato qaste nuk i vlerësojmë deri në momentin që mbahen kujtime. Edhe shpresoj që secili prej nesh të ketë kujtime shumë të bukura që të ketë çatrojnë në galerinë e shpirtit. Po mirë, ne kur fillojmë edhe gërmojmë të kujtimet, truri ynë merr gjithmonë atë pjesë që ne kemi dëshirë të kujtojmë. Apo Jo vetëm. Sepse varet te gjendja emocionale që ti je në atë moment. Në qoftë se nuk ka një eveniment, në qoftë se nuk ke një përvjetor, edhe nga ato që janë të vrimshëm, truri jot nuk ta prodhon. Njeriu është i prirur të kujtojë gjërat e bukura, ato mbesin më me shumicë. Ato mesin kornizat e shpirtit, siç e kam thujt. Kujtimet, më që ishim te fëmijëria, te stacioni i fëmijërisë, do nalem pak prap te ky stacion, falenderoj Zotin për fëmijërinë e bukur që kam pas. Edhe shpesh një pjesë e kujtimeve të galerisë shpirtit, memorjes teme janë fillojnë që nga fëmijëria, pastaj pasojnë me adoleshencën, edhe deri nga momenti që jam banal. Unë do falenderoja në radhë parë prindrit, ato që na kanë kriju, se ai Zoti që ti e falenderon dje, është po i njëjti ky që nuk ndërton atë fëmijëri të shumë fëmijëve tanë dhe të rive, por i ka që janë drejtuar në një, unë nuk duhet bëj bestemja që të gjithë i lutemi atij, por ta kam fjalën që shumica e gjërave që ndodhin sepse ne të gjithë vrapojmë, ne gjithë ikim. Ti thu, në një botë bardh e zi. Kështu e fillon poezinë. Pse ka këtë trishtimin brenda poezia, ku shpesh kanë mu mundu me ta përly shpirtin. Nxirre bojen, bia jeme. Që ta themi, në Shkodran që nxirre bojen është si me thanë nxjerr ftyrën. Nuk është boj penelit. Nxirre bojen, bia jeme. Jo për me umshe, po për me u shkru vetë. Në një botë rrenash që plasin si gjam në ftyrë të zvërtetës. Mos u baje hone tyne, rrje pa tundun. Në një botë përmysun, ku terri vishet si dritë e vjedhën, banu mbretnesh e dritës që lindë prej vetës. Jo prej syve të huj. Shumë e bukur kjo. Në një botë që për ty përshtyn mbi të pastërtin, rujen derin tënë si flak nerë,
se shpesh kanë me dasht me t'i thy andrat, me t'a vjedh buzëqeshin, me t'a nxi ballin me dorë të huj. Po ti je po erzin, në grusht jo me urrejtje, por me dinjitet. Ngre kryt nalt e mos e përkull kur për asgjë që s'të përket. Se baltës të bën pis, e ma e më mirë bia jeme. Ka njerëz që se durojnë dritën e tjetrit. Po kjo, s'është arsye me e shu dritën tame. Këtë e në fjallë të babës, Babës e të nënës. Porosi e tynja, që kur u rrita, u formësova karakterin tem dhe që kur dola njët, gjithmonë ka një këshillat e tyne, edhe gjithmonë ma i mandë për tyne që kur mos e ullkryt, gjithmonë mos u përkull para askujt. Ne shpesh herë një jeta na përball me njerëz që ndoshta nuk do të donim ti kishim rrugën tonë, ose shpesh në jetë njerëzit nuk na dalin ashtu siç ne i pandehim, por që nuk është faja tyne. ashtu menoj unë. Edhe ashtu kur shiko njeriu e njeh vetin, i din limitet, Okej. edhe Kërkohet me njoft tjetrin. e din edhe se ku cënohet. Por duke kërku me njoft tjetrin, nuk mund të krijoj a priori një si thush një opinion të brendshëm. Moza tek në një citat që ka kur hap në WhatsApp ka një shprehje jashtëzakonisht shumë bukur. Është e vështirë të njohësh veten, jo ma tjetrin. Ndërsa ne themi, unë them që në qoftë se do më gjykosh pa të njojtur, nuk ta fal kur. E kuptoj, por njeriu jep disa mundësi në jetë shpesh herë njerëzve të gabum. Edhe duke dhënë Jep shanse. Për të tjerë të shfrytëzojnë besimin, të shfrytëzojnë mirësinë tënde, atëherë ti kupton çësjet e tyne që kanë ndaj teje. Shpesh herë i kupton. Ndoshta kjo poezi nuk ka ardhur shumë e nxitume, ka ardhur mas një kohë shumë. Ke konkluduar edhe ti ke nxjerr ato konkluzonet e tua nga zhgënjimet, nga sfidat, nga gjitha. Në zhgënjimin e parë, Nuk ka ardhur në zhgënjim, kjo poezi nuk ka ardhur në zhgënjimin. Jo, dakord, them, sa naive jam unë, ke mënu, o pse ky është i tillë. Nuk e ka menu as sa naive jam unë, apo pse ky është i tillë, por që pse unë mund e mjellojnë mundësi disa njerëzve një mundësi të dytë kur ma kanë tregu vetin që me herën e parë. Senat, unë kam një pyetje prapë për fëmirin. Ti po punton shumë dhe po e thekson shumë që është shumë e rëndësishme që të mbahet një copës fëmirie dhe të shtrihet fëmiria në rritjen e fëmijës. Dhe kjo në aspektin psikologjik është shumë e rëndësishme. Sepse jep kohë rritjes maturitetit, formimit personalitetit të fëmijës. Por kur rritesh, pse kërkon të mbash një copës fëmije në shpirtin tënd, edhe pse je i rritur? Se unë e shoh atë copës fëmije tek shpirti yt. Se fëmija është ajo figura më e pafajshme, më e pastër, fëmija është qenja më e pastër në këtë botë. Edhe duke e majtë mirë me vetë. Ka ndikuar shumë kjo pafajësia e fëmijës në krijimtarinë që ti ke, sepse unë shoh që edhe titullin e librit ti e ke vajzë. Menoj që po. Kur e ke kuptuar, Senat, që tërë ky përjetim emocional i kësaj bote kaq të pasur shpirtërore, e kësaj shtyse të mëtejshme të fëmirisë në rritjen tënde, të gëdhëndej më pas në vargje, në periudhë të jetës tënde ka qenë përafërsisht? Ka qenë shumë herët, unë e majmën kam qenë 8 vjeçare kur kam shkruar ato usullat, ato poezitë e para në copa letrash,
Siç e kam diskutuar më parë edhe me Sandrin mbi librin tem, libri nofshta nuk është voluminoz, është shumë i vogël. Unë nuk kam pas asnjëherë besimin kam në veti që unë mundem me shkruaj gjëra të bukura. Edhe ka qenë shumë herët, kam qenë shumë e vogël kur e kam pas, atë të tjerë të çunin si dhunti teme që unë di me shkru bukur, ose edhe mësuesit 8 vjeçare në gjimnaz, gjithmonë flisin me nota optimiste kur më shifshin hartimet e mia, krijimet e mia, por unë gjithmonë jam tregu komplekse me Besbesimin. Po. Po, pastaj kush shkon dalje në jetë të librit? Kush ta dha të shtysën e guximit? Kush ta dha guximin për të shfaqur me librin? Familja dhe sidomos bashkëshorti. E kam shpreh dhe më përpara në një intervistë që ka qenë një shtysë shumë e madhe në E meriton një duar të të madhe bashkëshorti. Unë duke... Po jo, se është gjëna i shkreti. Jo, ai ka gjithë këtë guxim, po edhe njëkohësisht shtysa e meriton ai atë suksesin. Po ta them unë pse është gjëna. Se në tanë librin nuk ka një poezi për te. A thuti? Atë se diti. Ja, atë e thot Senat. Gjeje poezin që ja ke dediku bashkëshortit e nanit. Këtu më kape pak sa pa përgatit në gjetjen e poezisë. Po s'është se nuk ka shkruar për të, e ka fjalën Senada. Sa Senada ta gjej poezin, unë dua të shfaq një tjetër poezi për Shkodrën, një poezi shumë të bukur që më ka pëlqyer jashtë mase. Ta ndjekim. Matë bukrës, Senada Nikšiqi. Sa i bukur je, pa shhatër të Zotit. Ngrihesh madhështore si një nuse motit. Je ma e bukra lule, je kopsht me lule bore. Dikur të kanë pas thanë, Shkodër moj dashnore. Je Shkodra e migjenit, e koliqit, e fishtës dhe e mjedës. Do t'jesh e bive të mi, do t'jesh për jetë t'jetës. Kur mbysin për ty, mushën sytë me lotë. Du me zjedh fjalët, du me u dalë për Zot. Du amël me të përshku, me dvesh, me fisnikri, ashtu si i ka hije një zonje të randë si ti. E meriton të Shkodra një poezi, ndoshta ishe pak sa shkurt për Shkodrën, se duhet me shkru shumë ma gjatë. S'ka gjë, me kalimin e kohës, ja shton në një strofë edhe e bëjmë kolazh me Sandrin. Ngjelemi te bashkëshorti apo të vazhdojmë me te bashkëshorti, pastaj kalojmë te Shkodra se do kthehemi. Inshallah nuk e shkruar shkurt. Është karakteristike jam me shkru. Është akoma më mirë substancë. Ashtë dhe ajo karakteristika që nuk i shkon pastaj as kërkujt kur themi, se i ra shkurt. Ta me gjoj. Unë e kam qujt urat. Edhe po të me duaj të prisja, Zoti të të shpik të disi, unë pa ty nuk do të vdisja, do të roja duke të pritur për sëri. Dhe Zoti zgjuar rinatën, di që dëgjoj pak për shpëri, befas ma dëgjoj uratën, të sollit e kun me përsosmëri. Bravo. Shumë Dakor. Tashti Sandri, nuk ke mos e çfarë thua, besoj? Ja, unë e duhet të personalizume. Mund të kesh të thuash për shembull sepse mesazhet janë të shumta sot dhe e dua të personalizuar. Herës tjetër. Ashtu më shty që me botu një libër të dytë me poezi, Sandri. Dedikuar tërësisht partnerit i cili të bëri të guxoje të shfaqeshe dhe ne të shijonim këto. Dhe unë kur ta lexoj ta kuptoj që vërtet e ke për atë.
Dakor. Sandri, Okej, atëherë, lumturi la përdhaje Demiri. Shqyqyr që është kthyer dhe i urojmë veç të met edhe lumturi. Emision të mbar Moza dhe Aleksandër, urime 2 të ftuarve të ri sot. Faleminderit. Okej? Teuta Sulej, mi mbrëma dhe emision të mbar, urime poetëve të mbrëmës. Faleminderit Moza dhe Sandër për këtë dhuratë poetëve pa kufi. Ju përshëndes me respekt Teuta Sulej. Faleminderit Teuta. Anila Qiriazi Mihali, urime dhe suksese këtij emisioni mrekulli. Faleminderit Anila. Teuta Sulej, Grindaveci, shumë simpatik, me zërin e bukur dhe me një thjeshtësi që na ofron t'ju ndjekim në bisedën tuaj me kënaqësi dhe kuriozitet. Herë me buzëqeshje. faleminderit. Lumturi Demiri, si dritë ose nada, ylli nënës do thoshte Aleksandër Shalvari. Bar Toni, me të mirat Mimoza dhe Aleksandër, faleminderit Toni. Faleminderit. Gens Pacuku, Kolegu, një përshëndetje nga Londra për Windows Radio .de. Për moderatorët dhe të ftuarën në emision. Ju ndjekim me vëmendje dhe kënaqësi suksese. Faleminderit gazetar, faleminderit mik. Më lejoni që me ndjekësit me ndaj një sekret shumë të vogël, si që dini, ndjekësit nuk e din, po unë kam bërë një libër shumë modest të vogël, edhe kam kanë ftuar në 2 studio në Shkodër. Mas ftesës së dytë me Ariola Zadrimen, Sandri më kishte ndjek, edhe më shkru në Messenger ku mban ftesën. Edhe unë isha në Shkodër ato ditë dhe i tham që ju falenderoj për ftesën, por ta lëm në një moment të dytë, sepse unë isha e ftuar dhe nuk di se çfarë të them, se më isha mbajmë edhe pak sa bajate. Por që ta dija që do kaloja kaq mirë dhe kaq ngrohtë mesin tuaj, nuk do ta shtyja ftesën edhe një muaj më pas. ti do të kesh rast. Ne në intereson që në fundet arrim t'i bindin të tjerë. Margarita Lapushi Zeneli, më mbrëma Moza Sandër, ju urojmë emision të mbar dhe shumë suksese të ftuarve të mbrëmjes së sotme. Valbona Kolaveri, suksese. Teuta Sulej, kënga për gjyshen emocionante. Marieme Cerriku, mi mbrëma miq që na sillni gjithmonë vlera. Ju uroj emision të mbar, suksese të ftuarve të mbrëmjes. Do mbes pak tu tek Merieme, sepse Merieme më ka sjell një surprizë për Senadën, por bëjmë pak kresh, i thon anglezët, bëjmë pak përplasje me poezinë që sapo lexoi Sandri, megjithatë, unë për kënaqësinë tuaj dhe për kënaqësinë e Senadës do ta sjell. Në një bot bardhë e zi, ku shpesh kanë më mundu me ta përly shpirtin, nxirre bojën bia jeme. Jo për me u mshe, po për me u shkrujt vetë. Në një bot rrenash që plasin si gjam në fytyrë të vërtetës, mos u bani hone tyne, rrie pa trundur. Në një bot përmbysun, ku teri vishet si dritë vjedhun, banu mbretëreshe dritës që lind prej vetes, jo prej syve të huj. Në një bot që pështyn mbi pastërtin, rujen derin tand si flak nerë, se shpesh kanë me dasht me t'i thye andrat, me ta vjedh buzëqeshjen, me ta nxi ballin me dorë të huj. Po t'i jep ju erzin ngrusht, jo me urrëtie, por me dinjitet. Ngre kryet nalte mos u përkul kur për asgjë që s'të përket. Se balta s'të ban pis. E mbaje mend mirë bia jeme. Ka njerëz që se durojnë dritën e tjetrit. Por kjo s'tasht arsye me shue tanden.
E falenderoj Meriemin për interpretimin kaq të bukur. Bravo. Po pas në keni fakt, lastu me them- kaq shumë surpriza, apo ndjeve përkthejlur. Prit, se s'kemi mbaru. Naim Jonuzi, përshëndetje drejtuesve të emisionit, një emision me përmbajtje të theksuara hera herës emocionale. Emocione që ju nëpërmjet vargjeve poetike i përcjellni me shumë bukuri. Ju përshëndes Mimoz. Përshëndes gjithashtu të ftuarën tuaj. Faleminderit. Laura, Mimbrama Mimoza Gasaroja, Aleksandr Shaban, Mimbrama Senada. Ka vënë oj zemër kaq. Mimbrama të gjithë dëgjuesve të orës poetike dhe të shtëpisë së artit. Faleminderit Laura që je gjithmonë me ne. Poeti Rejhodo, ju përshëndes. Edhe ne djalosh. E përshëndesim edhe po m'pëlqen emri. Se djali jem quhet Rej. E kishim javën e kalume. E kam djeg. Bar Toni, rinia e zbukuron emisionin. Pale pasaj Sandër me Mozën. Toni, ka gjë edhe po s'na përmendë neve, nuk na ngelet hatri. Mjafton të ftuarit të na I begenisni. Po jo, po na thot që kemi veshur bukur. Se ti I ke dhënë seriozitetin e duhur. Toni, kur të vite ti me pijame do vi. Edhe me qabate. Ruzdi Keraj. Unë e njofte. Shumë suksese. Faleminderit Ruzdi. Atëre Ruzdi Keraj është edhe profesori im I muzikës kur kam qenë e vogël dhe është botuesi kompozitor, është botuesi shumë librave, është personazhi I cili shumë shpejt do t'i bashkohet këtij emisioni. Bona bazi suksese. Bona bazi. Moza Shehi, juroj nga kjo bën furbën tash. Juroj nga zemra miqtë e mi të mirë. Besoj se çdo kush që vjen e troket në portën tuaj e gjen të mbushur me fjalë të arta. Vetëm mirësi, paqe në shpirtin tuaj. Juroj mikja juaj Moza. Nuk I ke nis ato poezit akoma ti, Moza. Ajo, Sandri ka interpretues të tjerë, kështu që ne nuk jemi këtë radhë, ndoshta jemi radhës tjetër. Aslan Miftari. Urime suksese. Zemërushja. Kjo është zemërushja e emisionit. Kjo është zemërushja. Sa lezet që I ka dhënë shtyz bashorti. Njëherë I kam thënë burrit tim, me më ngju një poezi, se lexova një 2 vargje, tha, Kja të nxerë bojën kja. Se gjysën se ashtu ma nkarë gjumi. Mazi një ditë të mes shpuretin, kishte marrë të mes e librin tem. I thëmë, që e të bamër, që ditë unë më I gru, se I kujt është, janë të mërdhit fëmija, ka pas drejtaj, me I dha një 10 kopje. Rozi shuhet për satirën e vet, është e jashtëzakonshme. Rozi, faleminderit për emocionet. Donika Gjoni, qa emocionesh me? Emocionet, thët. Ku qa emocionesh janë ato? Emocionet e. Për Senadën solli mjaftueshëm. Ti s'ka nevojë pse I ke tuja. Pa për ty zemërushe po. Donika Gjoni, poezi e bukur kjo është Shkodrës, urime Senada, rrugtimi juaj qoftë I bukur, suksese, ora poetike që çdo të ftuar e bëni të ndjetë si në shpinë e vet. Energjia pozitive ndjetë dhe tek teleshikuesit. Suksese dhe të ftuarit të dytë në vazhdim. Senada, kjo është një nga ato poetet miket që të thash edhe ndjeqe. Janë ato që interesohen dhe pastaj që të ndjekin, që të lexojnë etj. Pra, e uroj Donike, nuk e njoh personalisht, por kam pa një insert ku Moza po lexonte poezitë e Donikës për librin. Ka një poezi shumë bukur. Librin e ri.
Shumë suksese. Faleminderit. Sot kam pasur rastin vërtet ta kem në dorë, ta shfletoj, edhe ndoshta përpara poetes, sepse kjo ndodh kur je në emigrim, ne që jemi në Shqipëri, botohet këtu kemi rastin t'ia thithim aromën edhe t'ia ndjejmë ato vlerat e Shumë vërteta suksese. më parë se poeti. E falenderoj që ma dha. Sani e dëgjonin dreka. Mirëmbrëma miq, ju përshëndes, urime bashkë me të ftuarën tuaj të natës së sotme. Nikol Njeqi, djalosh, mirëmbrëma Moza Aleksandr, dhe të ftuam me zërin tuaj me duken si me kenë të shtëpis. Urojmë vazhdimsi. E ti e ke shtëpinë e malli pret tan. Margherita Zeneli sa bukur interpreton. Meri, bravo. Lumturi, Demiri, i meriton moj vajz. Senada, je ardhme e poezisë shkodrane. Frok Kovaci, Kapernaum në Cezare quhet qyteti kujtesës. Se aty filloi mrekullit. Kapernaumi. Këtë po bëni Moza Alessandri. Se aty filloi mrekullit Jezusi. Këtë po bëni Moza Alessandri. Po sillni Shkodrën, qyteti kujtesës, duke promovuar zëra të bukur nga Shkodra. Dikur në Lezhë thuaj se ku ka shku filani, përgjigja ishte ose ka ik në Shkodër, ose s'ka ke. Po unë po shoh se misioni juaj po ringjall nga hiri vetë qytetin e kujtesës. Urimet e mia Senada. Froku është një nga ato që unë të thash edhe më. Donika Gjoni, mirënjohje juve me zemër. Faleminderoj Doni. Pas ka shumë miq të mirë emisioni juaj. Ka jashtëzakonisht shumë miq. Poezia këtë ka të bukur që të krijon edhe një rreth tjetër më të gjanë edhe të bajnë me njoft sa më shumë miq. Unë pata fatin kësaj herë që shkova në Shkodër me nxan miq të ri. Kjo është Merita. Kjo është ajo që ne kemi quajtur emisioni i cili krijon ura komunikimi dhe dialogje edhe të heshtura, sepse janë edhe dëgjuesit ata që dialogojnë në mënyrë interaktive me ne përmes mesazheve dhe meritojnë një falënderim të jashtëzakonshëm që janë me ne dhe në mbështetje të poetëve dhe të këtij emisioni. Unë dua të sjell dhe surprizën e fundit për ty Senada. Po një minutë, Moza. Ai burri saj si koment nuk ka bë. Burri saj ka një detyrë më të rëndësishme, është duke mbajtur dy të vegjëlit e saj. Unë po dëgjoj zhurma nga dhoma tjetër. Kështu që ai ka një detyrë më të rëndësishme. Mbase na bën ndonjë surprizë përpara se ta mbyllim me Senadën, të na vi gjithë familja dhe të na përshëndesi. Se të dashur miq, Senada duke qenë se rrëfeu pak më parë që është një rrëfimtare e mirë për fëmijët e saj në Porralla, së shpejti do t'i bashkohet dhe këtë të shtunë madje në emisionin e fëmijëve Zemrat flasin shqip, që në këtë radio ka 3 puntata që është zhvilluar, do të jetë live duke interpretuar në një moment të rritjes dhe të edukimit të fëmijëve përmes porrallave. Dhe kjo do të jetë një ngjarje që do të ndodhi për herë të parë në një radio, në një televizion dhe pse jo në një emision si Zemrat flasin shqip, Nënat flasin shqip, një nënë e cila jeton jashtë atë dheut, ju flet dhe ju tregon shqip fëmijëve të saj. Do jetë kujtimi më i bukur. Kujtimi më i madh që mund të bëhet. E dashur Senada, në dorë kam një kartolinë mirënjohje nga Teuta Sadiku. Teuta Sadiku është një kritike dhe analiste e të gjithë të ftuarve të këtij emisioni. Ajo dje ose sot ka botuar në gazetën Destinacion, dje, dhe falenderoj Teuten. Një artikull për ty dhe të ftuarin që do të pasoj më pas. Në sintezë, është e vështirë për të sjellë gjithë artikullin dhe i ftoj dëgjuesit nëse kanë kërshërinë të lexojnë në gazetën Destinacion mund ta gjejnë shkrimin e saj, por unë dua të sjell pa humbur kohë kartolinën. E dashur Senada, pjesëmarrja juaj në ora poetike me Mozën dhe Sandrin është më shumë se një prezantim. Është një dëshmi e një zëri që edhe pse larg atë dheut, ruan gjuhën anëtare dhe traditat e atë dheut. Në vargjet tuaja ndihet udhëtimi jo vetëm fizik,
por më tepër udhëtimi juaj shpirtëror. Është pikërisht ura që ju ngrini mes dy popujve, dy gjuhëve, dy kulturave, sepse poezia juaj e mban gjallë gjuhën shqipe, duke e bërë atë jo vetëm mjet shprehjeje, por dhe akt qëndrese dhe dashurie. Me valixhen në dorë, mbushur me mall plot. Në këtë varg ju nuk flisni vetëm për një ikje, në këtë varg lëviz një botë e tërë shpirtërore, ndjenjash dhe emocionesh, bashkë me ju. Dhe pikërisht këtu qëndron vlera e poezisë suaj, në aftësinë për të ruajtur ndjeshmërinë, për ta kthyer përvojën personale në një ndjenjë të përbashkët. Përdorimi i shkodranishtes i jep një ngjyrim të caktuar emocional vargut, duke i kthyer në një tipar jo vetëm spontan, por edhe në një tipar stilistik të vetëdijshëm. Dëgjuesit e shumë të Window Radios, artëdashësit e orës poetike me Mozën dhe Sandrin, ju falenderojnë që ndat me ne këtë botë të brendshme, të pasur dhe të brisht, për më tepër këtë përkushtim ndaj fjalës poetike. Ju urojmë punë të mbarë në krijimtari, me besimin se zëri juaj do të gjejë gjithnjë e më shumë thellësi dhe dritë, si në emigracion dhe në atë dheun mëm, me mirënjohje dhe respekt të veçantë, Teuta Sadiku. E falenderoj shumë Teuten fillimisht për analizën që i ka bërë librit tim dje, por edhe për kartolinën me fjalë kaq të ngrohta që më ka sjellë sot këtu në studion tuaj. Dhe mesazhet vazhdojnë. Sandri, kemi një tjetër të tjera sepse koha po na mbaron. Por unë do i bëj pyetjen e fundit nga ana ime. Senada, në këtë oqean të turbuar 12 ballsh që ka shpërthy me të gjithë këto poete dhe mirëbënj që shkruajnë. Ti si mendon? Ka vëmë për ty? Patjetër që ka për mua dhe për shumë të tjerë. Secili nxjerr atë nga vetë përjetimet e tija dhe secili ka veçantinë e vet në përjetimet e tija dhe unë i uroj suksese të gjithë shkrimtarëve të ri. Në dje fol me bashkë për një shkrimtare të ri që po e la surprizë se nuk du me zbulu. Shkodra sidomos ashtu sjell shkrimtar shumë të mirë. Do veçoja, do e përmani këtu Warda Albunesen, që është një në penën më premtuese të shkrimtarëve të ri që ajo tani është duke na ndjekur, unë jam i sigurt, sepse është kurioze, sepse pas disa kohësh do jetë aty në vendin tonë. Senat. Do jeni me fat, ta keni. Zërat e rinj poetik që po vinë nga qyteti i Shkodrës, apo trashëgojnë zërat e mëparshëm, apo po krijojnë një fizionomi të re në poezinë e tyre? Mu më duket që secili ka veçantinë e tij dhe askush nuk është kopja e askujt. Këtë mendoj unë dhe me ato që kam lexuar më duket sikur secili është në habitatin e tij. Okej. Sandri, hiri bie onuzi, urime një sofër poetësh ku ushqimi është poezia. Fat poetës të ftuar dhe emisionit me Mozën dhe Sandrin. Latin rapi, mi mbrëma, Teuta Sadiku, urime Senada. Pres me kënaqësi një libër për fëmijë me pralla me ninulla për fëmijët. Të jam mirënjohëse për emocionet që na dhuruat. Krijimtari të begat. Ju falenderoj. Sepse Teuta është vetë një animatore për fëmijë, është vetë një krijuese për fëmijë dhe është kaq pranë botës së fëmijëve në të përditshmen e saj dhe i adhuron ata krijuesit e fëmijëve. Ju falenderoj për mbështetjen me fjalët. Rozina Sterkaj, Senada, deshta me ta sheqeros pak minutazhin e intervistuses tame me humor. Të uroj sukses intervistës tame. Të uroj, unë e lexoj se e ka shkruar. Unë këto gra dhe vajza kaq të mira me fjalë kaq ngrohta nuk i njoh nga afër. Unë të uroj suksese ju. Ja ta bashkoj diku edhe ti njoh të gjitha nga afër. Paq bekime në rrugën tame bi. Falenderoj zemërushen
edhe Sandrin, edhe I fut një qeshën atje në fund. Kupton ti? Perikli Shuli, urime për emisionin Moza dhe Sandër, ju përshmes. Faleminderit. Mardelina Lina, mirëmbrëma të gjithëve, dëgjuesve të Radio Windows Radio. Ju falenderoj të gjithë në studio. Mimoza Gas Aleksander, suksese pafund për misionin në këtë platformë kaq me vlera. Faleminderit Zoj. Mardelina Lina, Suada. Sukseset më të ishme, bravo. Senada. Falenderoj. Atëre, edhe një pyetje të fundit, Senad. Edhe e mbyllim. Më vjen shumë keq që unë nxituam duke thënë që ti ke fëmijë të vegjël edhe s'ka kush t'i mban etj, sepse një orë ka kaluar dhe ne nuk e kemi ndjerë. Aq u penova dhe unë që u ankova që ka fëmijë të vegjël, sepse kaq po më lezetoha që të rri këtu me ju. Unë po e quaj edhe si një orë pushimi që jam shkput paksa nga fëmijët. Senat, Dakor, në qoftë se koha të lejon mund të rrish. Jo, shiko, unë do ju kërkoj vetë që ti me ftuara ju, nuk do pres që ju të ftoni herë të tjera. Patjetër, të shtunën do jesh aty, Patjetër. Do jesh me gjagjin o me teten. A do të mjaftonte talenti në kurorëzimin e gjithë kësaj veprës tënde përfundimtare, në kurorëzimin e librit? Jo vetëm talenti, janë edhe shumë faktorë të tjerë që nikojnë që mu realizu libri. A e ke bërë promovimin e librit apo ende? Akoma nuk e kam bërë një promovim. Ja bëm pra. Rohet ky promovimi I parë. Ka pasur shumë poetë të cilët promovimin e parë të librit e kanë bërë në orën poetike. Dhe të jesh e sigurt që këto emisione nuk do t'i marrësh gjykundi tjetër. Atëherë po ju çoj juve kumbart e parë të librit tem, por për të gjithë ato që janë të na ndjek që janë në diasporë shumë shpejt, vetëm ka kanë çështje angazhimin me familjen, libri do të promovohet në bazën. Por mendoj që në verë që të promovohet edhe në qytetin të në Shkodrën. Urime. Bravo. Suksese. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që ti ishe me ne sonte, sepse ne kemi nevojë edhe për këtë lloj freskie, sepse suksesi në këtë studio ne e arrim gjithmonë nëpërmjet sidomos të ftuarve tanë, special, që I dum fort, që I kemi gjanë, thot teta Moza, dhe që I ndjejmë, I bëjmë të ndjejmë, kështu si ti. Kënaqësia ishte e jemja dhe ju sot batë që me djarë atë më të mirën nga libri që unë kam kriju. Sukseset më të ishme. Pa lexuar dhe 2 mesazhet fundit. Sandri, ndërkohë që Juli të na bashkohet është gati. Dhurata në Donicela. Atëherë ne fusim Julin dhe bëjmë një komunikim të dy bashkë. Dhurata në Donicela, rrugë të mbar librit tuaj të parë, Senada, suksese. Gjeva. G-G-Va. Përgëzime për emisionin shumë të nderuar Moza dhe Aleksandër. Emisioni juaj poetik në fjalën poetike është freskia shpirtërore që na e sjellni kaq bëjarish në fund të ditës. Veçmas me intervistën e poetës shumë të dashur e të mrekullueshme shkodrane. Jeni të mrekullueshëm e kaq frymëzues sa duhet të harrojmë edhe darkën për t'ju dëgjuar. Falënderime e bekuar qofshi. Ju lumt e qofshi faqebar. Shumë faleminderit. Fjalë zemrët. Lumturi Demiri, suksesën Senada, të pafshim me shumë libra në të tjera emisione. Merjeme Cerrikut, të falenderoj shumë me zemër Marg. Margarita. Margarita falenderon lavdëron. Ajo e. Okej. Atëherë, ku e kemi atë djaloshin tjetër? Ku e kemi atë djaloshin? Përshëndetje. Mirëmbrëma. Dorëzim stafete shumë të bukur dhe
uroj që t'jetë po aq i suksesshëm dhe të mos ndihet momenti, ora, ashtu sikur se ndodhi me Senadën dhe na vjen keq që ju bëm bashkë të dyve, duhet ju kishim lënë në 2 orëshin që ju takon. Por është shenjë e mirë se do të ktheheni sërish, Do patjetër. të kthehena sërish. Moza. Uroj shumë suksese poetit të ri. Kam lexuar dhe poezinë e tij dje Një sekond. Moza, bëjmë një gjë. Unë e ti poshtë në backstage. Po patjetër, si Shëndetje poete, Uroj shumë edhe më suksese. pëlqyen shumë për atë që shkruan dhe Faleminderit. kështu vazhdo në rrugtimin e vështirë për të bukur të poezisë. Ju falenderoj gjithashtu. atëre ishte vërtet një Kaq. kalim stafete dhe Okej. një kur i ndjer i ngrohtë i dashur. Senada, të urojmë shumë suksese dhe Atë ju faleminderit. uroj natën e mirë. Unë do ju ndjek tani në vazhdim e emisionin me të ftuarin me Julin, a? Me Juli Po. Sonon. Ju falenderoj shumë. Të fala bashortit dhe e falenderojmë që patë udhërimin të ri edhe me fëmijët, edhe miru takofshim të shtunën bashkë. Miru takofshim. Natën e mirë. Natën, Sunada. Atëre të dashur miq, ju sikurse jeni edhe njoftuar në insertin paraprak, Juli Sono është i ftuar i radhës, poeti i cili unë e kam konsideruar si një poet me frymë ekzistencialiste. Për vetë frymën që ai në të përditshmen e vet, në poezinë që ofron, është e tillë. Ka një frymë filozofike dhe jo vetëm një lirike mirëfillt. Megjithatë nuk i shpëton edhe kurthit të së bukurës, të së thjeshtës, të ndjenjës, të shprehur përmes lirikave, por ai është i një rrymë paksa të veçantë, i një rrymë paksa të harruar, të lënë pak si mënjan dhe duket sikur jeton atë oazin e vet Juli. Juli, duket sikur ke ndërtuar atë universin tënd, por edhe pak do të lënë heshtje, sepse dua të them që është shumë e rëndësishme të shpjegojmë edhe nga vjen Juli Sono, vjen nga qyteti, nga kërthiza e Shqipërisë, e kam quajtur nga Elbasani, nga një qytet me tradita, por njëkohësisht i lindur në Leskovik, po prap një qytet me tradita, një vend me një background i cili edhe nga prejardhja e tij arrin të manifestohet ky pasion dhe tek Juli. Pasioni për Mjafton që është nga Leskoviku. është Mjafton dalluar në fakt ky lloj pasioni për dhe dashurie dhe arsim dashëse dhe për në periudhën e adoleshencës, një periudhë e cila harrohen libra dhe lihen mënjan. Juli ka vrulluar më shumë në atë periudhë, po pastaj edhe në periudhën e rinisë. Është një njohës i thellë i letërsisë bashkëkohore, gjithashtu i përrojit të ndërgjegjes, thot Juli. Filozofi që ka në qendër lirin vetjake dhe reflektohet qartë kjo në të gjithë fillin filozofik të krijimtarisë së Julit. Njeriu është i dënuar të jetë i lirë, pasi nuk ka përcaktor. Njeriu është i lirë, njeriu është liri. Juli, po sikur ta fillojmë që këtu, atë pyetjen që unë kam shumë kuriozitet të them, përveç se mirë se erdhe një herë, të them sa e rëndësishme është liria në krijimtari për një poet. Se pastaj kam i pyetje unë. Për mua është ekzistenciale. Në qoftë se nuk je i lirë, nuk e për çfarë të shkruash. Sepse me anë të lirisë ti do mundohesh që me shpirtin tënd të lirë të heqësh sado pak prangat e sllavërisë së shpirtit të tjerëve. Se në një farë forme kjo është misioni i poetit. Se poezia në vetvete është mision për mua, të paktën. Atëherë ti dhe përgjigje një pyetje që unë pyes zakonisht, çfarë karakterizon poezia për ty? Si do ta definoje ti, si do ta përcaktoje ti poezinë në të gjithë këtë misionin tënd dhe cilën sapo e the? Juli, mendon që poezia duhet gjithmonë të udhëzojë, të orientojë, të provokojë, apo thjesht duhet të ekzistojë ashtu si vjen? Them në një mënyrë tjetër, që mund të jetë larg poezisë, po që ta bëjmë pak më të këndshme bisedën. Është njësoj si një njeri që i bie një vegle muzikore
dhe të vegël muzikore ai e ushtron vetëm për të qenë sipër të tjerëve, për të qenë dikush më sipër të tjerëve. Dhe kaq. Ndërsa ka pasionantë të tjerë që atë vegël e ushtrojnë dhe kënaqen atëherë kur nuk kënaqen të tjerët, sepse ajo është e atij, arritja e atij. Shumë do të mua me poezinë. Urdhëro. Ti je nostalgjik apo i çmendur që shkruan letër dashurie në shekullin e 21? E ndërthurur. Ka shpejt do që ta shfaq unë, Sandri? E ndërthurur. Po, më tepër... Pra, jeve, ma shumë i çmendur apo ma shumë nostalgjik? Po, guximi edhe në poezi e them që është i marrë. Nostalgjia shpjegohet vetë. Kështu që të dyja janë brenda poezisë. Patjetër. Le ta ndjekim, Sandri, unë e kam bërë në video poezi këtë poezi. Kusht ka thënë ty që ta bëje këtë? Letër dashurie në shekullin e 21. Juli Sana. Ngurova, tashmë shkruaj e shpreh me guximin e flokëve të bardhë. E di, do të qeshin me mua, do të më marrin për të çmendur, edhe ti e dashur letrën kur ta lexosh, për të çmendur do të më kujtosh, e do thuash. Ç'është ky ditëzi, letër dashurie shkruan tani në shekullin e 21? Pra, që nga i çmendur, a i marrë që në shekullin e e-mailit, zhgaravit letra me penën e ngjyrë në kallamar. Çdo gjë mund të mendosh. Brengën time kur mos e provofsh. Kam një jetë që të dua. I do t'ish jeta ime me ty. As më një thua. Për mua ti e deti, ndërsa unë kripa në të. Ti e si kodra ullish, ndërsa unë gjethe dafine. Ti e lumi rëmbyer, ndërsa unë shelku buzdi. Ti e jeta, ndërsa unë një sekonde saj. Ti e epshi, gëzimi, drita e lumturia, ndërsa unë sklavi për ullur në hiret e tua. Këtë letër po e shkruaj me shpirtin që qanë. Prandaj lash zgaravina e njolla që dhembjen time të besosh, mbase edhe në këtë mosh, akoma të më dashurosh. E nuk kërkoj mëshirë, se mëshira s'është dashuri, nuk kërkoj përbuzje, se ajo s'të bën njeri. Në këtë jetë, a në tjetër jetë, në dhomën e zbrazët të shpirtit tim, vend për ty gjithmonë do të ketë. Pasi letrën ta kesh lexuar, mbase dashuria ime e zbehur nga koha do të duket, ambase ndjenjën time në arresën e ëndrave rinore e ke futur. Përsëri të kuptoj, të fal. E përsëri do ndjehemi lumtur se në çantën e postierit shëtiti një shpirt në qytet. Shëtiti një dashuri e një jetë të humbur. I yti për jetë do t'jem. Si dashuri e qeve të pastër, në zemër do të kem. Faleminderit Moza. Më emocionove shumë. Nuk është hera parë në fakt që unë interpretoj vargjet e tua edhe e di e njoh ndjeshmërinë e vargjet tënd. Po, paksa e veçantë, prandaj dhe emocioni është i veçantë. Është kënaqësi kur merr edhe këtë lloj feedbacku nga autori, nga poeti, dihet që kënaqësia rritet dhe motivimi gjithashtu. Sandri,
Të shoh të dëshpëruar se më duket kishe qef ta sillje këtë poezi, po strofën e fundit mund na e sjellësh ti sepse në një zë tjetër vjen krejtësisht tjetër gjë poezia. Jo, Nëse dëshiron. nuk është e vërtet, por unë mund ta sjell edhe ndryshe, nuk është problemi ti. Juli, ja ke pa hajrin apo ja ke pa sherrin poezisë? Asnjëherë nga të dyja. Sepse është Atëherë pse shkruan? ajo është për jetim, nuk është as për hajër as për ferr. Nëse përjeton do thotë që jeton. Atëherë pse shkruan, thot Sandri? Pse shkruan? Çfarë të shtyn të shkruash? Kjo pra, që të shpreh për jetimin tim. Nuk kërkoj mëshirë. Nuk kërkoj mëshirë. Se mëshira s'është dashuri. Nuk kërkoj përbuzje. Se ajo s'të bën asnjëri. Në këtë jetë, në një tjetër jetë. Në dhomën e zbrazët të shpirtit tim vëm për ty gjithmonë do ketë. Pasi letrën ta kesh lexuar, mbase dashuria ime zbehur nga koha do duket, e mbase ndjenjën time në harresën e ëndrave rinore e ke futur. Përsëri të kuptoj, të fal. Edhe kur bota ta mori zërin, se nuk duronte dot këngën tënde. Unë dëgjova të që heshte ajo të fonte. Unë të desha. Edhe kur bota e rëndoi trupin tënd me plura e rrest, unë putha frymen që s'ta preknin dot. Unë të desha, jo për atë që të lanë, por për atë që s'mundën të ta marrin kurrë. Shumë e bukur kjo poezia. Dhe unë jam me atë mendimin që ato letrat e dashurisë, sidomos shkruhen për atë që nuk është më. Jo gjithmonë. Zakonisht. E imja është pak ndryshe, po. Zakonisht. Gjithmonë njeriu ka ato emocionet e para të asaj çka nuk. Edhe aty pastaj fillon edhe shpreh. Asnjëherë me besimin që ai ose ajo do i bjen dorë të lexojë dhe do thoj kaq i marr ose e marr pas kam kënd që nuk dia. Është sinqeritet. Ti këtë ke dash të thush. Jo, kjo është diçka më ndryshe, sepse i takon një ish mikes time të shkollës së mesme dhe kur unë i çoj një letër kur ishim ushtar se marrëdhënia vazhdoi, i çova letër, një herë më ktheu përgjigje dhe pastaj nuk më ktheu më. Dhe pastaj kur vi në Elbasan marr vesh disa gjëra të tjera për atë, dhe për 30 vjet unë e dija që ajo kishte ndruar jetë në vend të huaj. Dhe pas shumë vitesh e gjeta që jeton në Kanada. Përse e cilësove një ish mike? Po se ish aty, domethënë, jo, me fjalë ta themi si girlfriends, që mund ta quash si të thon këtë sosmi tani. Domethënë, në atë periudhë. Pra, ai ishte mika ime shumë e ngushtë, rrishim në të njëjtën bankë. Dhe ti i shkruan letër dashurie një mike të ngushtë? Po. Pra marrëdhënia po shkonte drejt këtij qëllimi. Ajo është një shprehje e ndjenjës së vetur. Nuk titullohet poezia për një mike letër dashurie.
Po ajo është dashuria e parë. Ma ç'keti, ti qa ke, unë po flas me atë, ti qa ke që do i dalësh zot? Unë po flas me këtë tjetër. Po flas me atë. Mi dalë zot parimit që po diskutojmë. Po lërë parimin, pse ti me thonë se nuk e di parimin? Vazhdo, s'ka problem, vazhdo. Atëherë, një mikës që nuk mbetet kur ish mike, por në qoftë se është gjallë, mitësia vazhdon. I shkruan letra dashurie të Juli? Jo. Ti pse e ke shkru? Thjesht për ta ngritur një shkallë më lart, për ta ngritur në poezi. Sepse i ke thënë unë nuk të shoh si mike. Jo, unë thjesht nuk kam marrëdhënie tani, vetëm e di se ku Juli, po diskutojmë teorikisht atë çka ishte. Jo tani. Por, dhe më thanë, ti atëherë, edhe pse ishe shekulli 21, shkruan letër një miket për t'i thënë që unë për ty, ose ti për mua nuk je një mike. Sepse ndryshe nuk merresh të shkruash një poezi dashurie për një mike. Jo, mesazhi që unë dua të përcjell me atë poezinë, e kalon pak atë personale. Pra do të kthej ke nostalgjia, do të kthej atë kohën kur ne nga emocionet që përshkruashim një letër dashurie, me atë kallamarin me penë, edhe na ngelte në sot boj, na derdhësh pak boj aty. Pra, ti mendon që lirika nuk është një emocion privat. Po. Pra, siç e the vetë në një emision tjetër, ajo kaligrafia ka atë bukurinë e vet. Sado që mund të lexosh një poezi a një diçka tjetër në rrjetet sociale, po kur e lexon në libër, bëhesh njësh me librin. Dhe bëhesh avokate. Vetë regjizori, vetë aktori. Jo, unë nuk dua të bëj avokaten, po dua të shpjegoj një fakt shumë të rëndësishëm, sepse Juli është familjar, tashmë është në një familje të tij dhe kjo duket si një lloj bombardimi kjo pyetje. I përket një rinje, një Jo. Të lutem. Po mund gjon dhe gruaja, po nuk ka gjë. Të lutem nuk e fusim në ato kanale, sepse pastaj do e banalizojmë ne që jemi poet që shkruajmë, sepse ne e dim që asnjëherë kur shkruajmë nuk do të thotë se po padisim veten. Juli, jo, nuk është se jemi kështu që domethënë kjo gjë nuk është personale, është një titull dhe unë i bëj një shaka. Një sekond. Nuk e kemi sqaruar akoma. Dhe unë i bëj një shaka të tillë që i them, je nostalgjik apo je i çmendur? Që shkruan letër dashurie në shekullin 21. Dhe janë të dy. Dhe e gjitha kjo bisedë që bëjmë është rrjedhoj e kësaj pyetje që unë bëj. Patjetër, është më së qartë. Pra, nuk ka të bëj fare me asgjë tonën personale. Julit më shumë kohë, na flasin se nuk e kisha problem, që është dhe personale, po është dhe për një mesazh. Për 2 shekujt, se kjo i takon shekullit të 20. Shkrimi letrave. Në shekullin 21 nuk shkruhet më letra. Qartë. Pra menam të bëra të pyetje, domethënë në konfidencën e shakas. Po patjetër, jo, edhe unë të përgjigja sinqerisht, se nuk e kam të fshet. Qartë, jo, absolutisht. Jam shumë i kënaqur me përgjigjen tënde. Me sinqeritetin tënd, do të thotë Sandri. Me përgjigjen e ti. Juli, shpeshherë kam parë që në vargjet tuaja vetmia zë një vend të veçantë, edhe është karakteristike e poezisë ekzistencialiste. A e konsideron aleat apo armik të poetit të qenurit vetëm, edhe të shprehurit të vetmisë shpeshherë në vargjet tuaja? Po, varet se si e koncepton vetmin. Vetmia në krijimtari është nëse domosdoshme. Për mua, të paktën.
Ndërsa në jetë nuk jam i vetmuar, por mund të jem dhe në një stadium plot dhe mund të jem vetëm. Është Mund të jem dhe konsideron mund të jem dhe me një njeri, mund të jem dhe me një njeri dhe mund të më duket sikur jam në një stadium plot në njerëz. Atëre e konsideron produktiv faktin që të qenurit vetëm të ndihmon për të pasur më shumë përqendrim në krijimtarinë tënde apo për të qenë më vetja në atë që do të shprehësh. Po. Sepse analizat e qenies tënde i bën më mirë në heshtje se sa në zhurmë. Atëre heshtja është më e rëndësishme ndonjëherë se sa edhe fjala, do të thuash. Patjetër. Në vargjet tuaja, çfarë ka përfaqësuar heshtja më së shumti? Heshtja është mënyrë reflektimi, se është heshtja që flet. Për shembull, në qytetet e zhurshme ku ne jetojmë, po zbërtite nuk mbijeton dot. Ndërsa në pyll, po s'heshte që të dëgjosh, nuk mbijeton dot. Juli, Shumë krahasim i bukur. është shpeshherë sarkazma luan një rol shumë dominant në poezinë tënde. Sa po bëre një sarkazm të tillë në fakt? Është diçka e lindur e jotja apo është e krijuar edhe e arkivuar nga librat që ti ke lexuar në këtë rrymë? Mund të them që mund të jenë të dyja. E kam pasur brenda, por e kam shpalosur dhe duke lexuar pak. E kuptoj. Se është një fakt interesant, që dua ta nuk është se jam ndonjë hyke lexuesi të sistematik, por kam lexuar. Juli, Unë të them këtë që kur lexova 5 librat e parë, për shembull, brenda meje filloi të hidte një ego jashtë asaj qenies time, sikur se zhdia. Kur vajta ke numri 10, unë isha më i madhërishmi. Por tek 11-ta e më tutje, kuptova që s'dija asgjë. Sa më shumë të dish edhe të lexosh, aq më i paditur të duket vetja. Sa ndikon kjo eksperjenca personale ose përvojat e tua personale në krijimtarinë tënde? Domethënë, sa real je ti në shfaqjen e vetes tënde, sa e vë veten ti në vargjet, apo je thjesht në planin teorik, moralist, filozofik? Si është e konkretizuar kjo në krijimtarinë tënde? Po ta them me një shembull. Për shembull, në jetë unë jam zhgënjur nga shumë njerëz, por përsëri tek njeriu besoj, sepse njeri jam dhe unë. Dhe kur shkruaj për diçka, unë mundohem që ta zhvesh veten time nga shumë gjëra dhe ta shikoj në një drejtim paksa me ftohtësi, po që mund gjej përgjigjet e duhura që mendoj unë, sepse jo çdo gjë që unë them që është e drejtë, është e drejtë. Por dua të gjej përgjigje, prandaj e shpalos. Para shumë vitesh. Po. Ja, kisha nisur pyetjen Sandri. Sa i sinqert je në poezi, Juli? Shumë. Okej. Sandri? Para shumë vitesh të ka takuar të pish kafe me një nga poetët më elitar, më të fortë që kanë nxjerrë jo vetëm Shkodër, por edhe Shqipëria, Frederik Rreshpja. Ka qenë e rastishme. Pas atij takimit u kurrizove mbi këtë figurë. Me Frederik Rreshpjan jemi takuar rastësisht me një mikun tim që edhe ai shkruante, se edhe ai ka vdekur.
në një lokal të Elbasanit, ku më fton ky miku im, ishte unë nuk e njihja kush ishte, nuk e kisha lexuar ndonjëherë, se ishte vit shumë i herët, 95-a, 96-a, diçka e tillë, edhe unë isha shumë i ri. U prezantua, mi pa i thriste me emrin Riku. Dhe masi që kemi kaluar një orë e gjysmë bashk, dhe kemi prekur tematika shumë të përgjithshme, po të veçanta. Edhe përgjithshme dhe të veçanta. Kryesisht në aspektin letrar. Dhe u përmend një që unë e kam pasur shumë për zemër atëherë, një autor, Camusja, dhe duke diskutuar të tre rreth asaj gjëje të absurdit që ai ngre, shumë lart absurdit njerëzor, dhe në fund të bisedës mbaj mend që ai më tha që ke një botë të pastër shpirtërore. Dhe unë nuk kisha më kontakte, nuk e pash më dërku, dhe shumë tani para pak kohësh është të publikuara poezitë e ati, pash dhe fytyrën e ati, dhe direkt aty, si të thuash, ndonjëherë memoria jonë është një aparat fotografik që do momentin dhe vendin e caktuar që kjo fotografi të shfaqet. Dhe mua mu shfaq pas shumë vitesh, sepse me thënë të drejtën në ato vite unë nuk isha dëgjuar se kush ishte. Edhe nga prezantimi që u bë, më tha i shoku i që ky është një poet shkodran, edhe ka qenë i dënuar, vetëm kaq. Edhe pastaj hym në temat që të thash. Ndërsa tani kur e lexoj, që kam lexuar disa poezi të tij, kuptoj sensin asaj bisede. Pra, më kthehet komplet ajo bisedë që kemi bërë ne në ata që ai ka shkruar. Dhe tani që jam në këtë moshë them, si ka mundësi një njeri kaq i vuajtur të shkruaj kaq bukur për vuajtje? Ndoshta e kam ndjerë më tepër. Nëna jote tirë të lesh? Bën të triko? Nëna, edhe ajo dhe nëna nënës time. Furka e nënës. Shpurk mi tjerë hallet e mia. As një fjes dhe le drejt. Nyje mbi nyje mi lidh kjo jetë. Sa po nis një grinc lumturie, këputet. Veç furk e nënës, s'një të lodhe në tundjen e saj. Ajo stirte veç lesh, po në fije kthehen të zemrën e saj. Në çdo fije dashuri, në çdo nyje një lutje e fshehtë. Dhe unë i mbështjell në atë thurje, se ndjeva kur të ftohtin e jetës. Furka e nënës, një univers i heshtur në rrotullim, ku fëmia rritet pa e kuptuar se është dashuria e saj që e mban gjallë. Juli Sona. Është një poezi në fakt mbi cilën është ndalur dhe Teuta Sadiku, por vetëm pas pak. Sandri, ti kishe një pyetje për këtë poezi, më duket? Jo, se është recitova sepse i bëra pyetjen përparshme për... Mund të them diçka për të poezi apo? Patjetër. Sepse indicjen për të shkruar këtë poezi e kam marrë, domethënë është e re, është e tashmja, por e kam marrë pas vdekjes së nënës. Dhe duke pasur parasysh që nëna nënës time dhe nëna ime kishin një këngë përmetare shumë të dashur për to të dyja, dhe e quheshin Të tyre, nga që e pëlqeshin shumë. Dhe Si ajo titullohet? Ajo quhet Dardha Rumbullake.
Dhe ajo përmend furgën. Dhe unë furgën e ngrita në formën e një centrifuge universale dhe e futa në lëkurën e nënës time. Kjo është nëna. Interesante është imagjinata. Kjo është nëna. Interesante është. Juli, e di si është shprehur Teuta Sadiku, kritikja e emisionit tonë dhe njëkohësisht ajo që ka botuar në gazetën Destinacion. Ajo thot: i dashur Juli, në emisionin radiofonik Ora Poetike me Mozën dhe Sandrin, prania juaj erdhi si një zë i ri, i drejt për drejt dhe i angazhuar që nuk i shmanget realitetit. Përkundrazi, mes fjalës poetike, zëri juaj përpiqet ta kuptojë dhe ta interpretojë realitetin me sinqeritet dhe vërtetësi. Ju jeni zëri poetik që nuk pushon së kërkuari, aktiv në rrjetet sociale, reflektues për të vërtetën, të drejtën për ditëshmërinë. Vargjet tuaja, çfurk mi tjerë hallet e mia, asnjë fije s'dele drejt. Nyje mbi nyje, mi lidh kjo jetë. E prekin thellë sepse furka është mënyra e të kuptuarit jetës. Më e rëndësishme është ndjeshmëria ndaj figurës së nënës. Këto poezi duhen mbledhur e qëmtuar për të parë dritën e botimit, përgjetjet poetike dhe ndjeshmërinë autentike që i karakterizon. Krijimtaria juaj lëviz mes poezisë dhe reflektimit shoqëror, duke sjellë në vëmendjen tonë çështje që prekin për ditëshmërinë. Në vargjet tuaja ndjehet një përpjekje për të kapur kohën, për ta përkthyer shqetësimin në fjalë dhe për të mos heshtur përballë asaj që kërkon të thuhet haptazi. Ky është një fillim i rëndësishëm ku poezia bëhet jo vetëm ndjenjë, por edhe vetëdije. Faleminderit që u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi poetik në valët e Radio Window, duke sjellë një energji të re dhe një këndvështrim që meriton të zhvillohet më tej. Ju urojmë vazhdimsi, guxim dhe thellim në rrugtimin tuaj të krijues. Në vlerësimin dhe urimet më të mira nga ndjekësit e shumtë dhe ardashësit e Orës Poetike me Mozën dhe Sandrin, jemi në pritje të librit tuaj të ri poetik. Me mirënjohje dhe respekt të thellë, Teuta Sadiku. E falenderojmë Teutën që gjithmonë me kartolinat e saj spikat. Sandri pse është mërzitur? Si na është mërzitur Sandri? Pse je mërzitur Sandri? Po ju dëgjoj. Atëre, që të gjallërohemi pak, ju ftoj të ndjekim diçka. Dashur dikë, diku larga tjetej, në parkun e dashuris, ku nata na fshikte, putjet na i vipte, dhe zemra digjeshin pasë, qethet na prek në si fjallë që s'thanë kur, që këshëllonja diznin qelin, si një ndër pa fund. Në parkun e dashuris, beti shpirti aty, te një skoli vjetër, ku ishim veç ne të dy. Në parkun e dashuris, koha s'kalon më kur, një qast të lash aty, dhe dritën që kisha në shtëpi. Ai stoli vjetër, si frombre të rrë, bante gjithë botën tonë, kujtime të fshehta, si foto pa zë, që si pas kush përveç nesh. Dhe sot kur i kërkoj, më humbi në përmjegu, me sferi dhe parajsës, mbeta diku në mes. Në parkun e dashuris, mbeti shpirti aty, te një stoli vjetër,
Veç ne të dy në parkun e dashuris. Koha s'kalon më kur, një qast të lash aty, me dritën që kisha në shpirt. As feri s'më mbajti, as parajsa s'më pa, beta në tokë pezur me s'humbjes dhe asaj që s'ka, dhe gjethet për shpërisin kur era i prek nga dalje, këtu ti kur u desha.